Po realisht, domethënë nga protesta e parë as nuk kemi ftuar, as nuk kemi ndonjë informacion rreth problemit teknik që e kishim atëherë në lidhje me provimin e jurisprudencës, kur kërkuam zbatimin e gjuhës shqipe, një problem relativisht i vogël. Po tani po gjatë kësaj periudhës një muaj e gjys që nuk kishim as dieni se qeveria po thoshte që ka kriju grupe të punës, nuk e dinim kush janë pjesë e këtyre grupeve të punës, nuk e dinim se çfarë po bisedohet, se çështja për ne është shumë e thjeshtë, edhe këtë po e mbështesin edhe profesorë të ndryshëm të drejtësisë, se ligji për përdorimin e gjuhëve është i mjaftueshëm dhe duhet të respektohet. Ne po shohim një tentativë për një zvarritje dhe anashkalim i ligjit për gjuhë, që do të thotë që çdo çështje që do kërkojë të zbatimin e gjuhës shqipe të krijohet ligjëri, duke pat një ligj specifik i cili vepron lex specialis në lidhje me përdorimin e gjuhës. Nga ana tjetër, gjatë kësaj periudhe një muaj e gjys, kemi zbuluar që nuk është vetëm problemi tek studentët e juridikut me provimin e jurisprudencës, po u shtuan edhe provimet e tjera në lidhje me studentët e arkitekturës që kanë provimin për urbanizëm, studentët e biokimisë, studentët e psikologjisë, studentët e mjekësisë, studentët e ekonomisë edhe kështu me radhë. Domethënë ka në shumë raste ku ligji fatkeqësisht nuk zbatohet, duke këta provime organizohen nga struktura të ndryshme, disa organizohen nga odat e për shembull oda avokatëve, oda e psikologëve, disa organizohen nga biro dhe ministri. Mirë, para një muaj e gjysmë më duket ishte edhe protesta e parë. Pritet që me 18 maj të ketë edhe më shumë, donë se goxha masovikisht keni qenë atë protest. Ka pas, le themi kështu, tentim për ta shuar, ose tentim për ti, le themi, shpërndar paka shumë protestuesit nga dikush tjetër? Po, tentativa çdore ka, por jo diçka rigoroze dhe konkrete. Ne gjithmonë kemi thirrur për bashkim për këtë kauzën tonë. Në fund të ditës është një problem që e kemi të gjithë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Në Maqedoninë e Veriut nuk mund është një dokument ta marrish lehtësisht në gjuhën shqipe, ka shumë institucione që nuk i japin, as flet paraqitjet për shembull nuk i japin në gjuhën shqipe, dhe besoj se në fund të ditës të gjithë ata që duan ta shohin këtë gjë mirë dhe e shohin realisht sinqeritetin tonë dhe niyetin tonë në këtë kauzë, janë bashkuar. Unë besoj që protesta ashme do ketë edhe një mbështetje ende më të madhe nga kjo e fundit, dhe pasi që është bërë një debat publik tash në lidhje me zbatimin e gjuhës shqipe në institucionet tona këtu në Maqedoninë e Veriut, por gjithsesi për ne asnjëherë nuk ka luajtur rol numri i njerëzve pjesëmarrës, për ne është më rëndësi kauza dhe atë do të çojmë deri në fund. Ne edhe në protestën e parë shpesh u pyetshim se sa pjesëmarrës do ketë, dhe u përgjigjeshim mund të ketë 50, mund të ketë 2000, dhe fatmirësisht doli ajo e dyta dhe patëm një mbështetje të madhe. Unë shpresoj që të paktën edhe në protestën e dytë ta kemi atë mbështetjen si në të parë. Me atë sa kom po, duket që edhe, le të themi, personalitete të shquara, disa prej tyre që kanë qenë edhe në pozita shtetërore, do të jenë për krahës në fakt të kësaj proteste. E bën edhe me masovike, e bën edhe, jo pse e para nuk ishte serioze, përkundrazi, por e bën ndoshta që institucionet përkaqe tash të marrin edhe më seriozisht këtë protestë. Besoj që po, Maqedonia e Veriut do ta ketë të qartë që tani po përballemi me një moment historik që gjatë kësaj periudhe, domethënë prej kur është miratuar ligji për përdorimin e gjuhës, është zbatuar në formë minimale, dhe besoj që duhet ta kenë të qartë që në rastet kur vjen cënimi i gjuhës tonë anëtare, shqiptarët din të bëhen bashkë. Këtë e pam nga Shqipëria, ku deputet nga partitë ndryshme politike po na përkrahen një zëri. Po shohim që edhe në Kosovë zyrtar, njerëz publik dhe figura publike po na përkrahin njëjtë, presim normalisht edhe reagimet nga Prishtina zyrtare që të dalin në mbështetjen tonë. Fatkeqësisht nuk e kemi pa atë deri tani, por shpresoj që keni diskutuar me dikë prej Prishtinës zyrtare për të paktën me qenë në dieni ata, janë në dieni se çfarë është duke ndodhur në Maqedoninë e Veriut tek shqiptarët, tek studentët shqiptarë në fakt. Nuk besoj që nuk janë në dieni. Zëri studentëve prej 6 prillit unë dëgjua që ne patëm thirrje dhe mesazhin prej Amerike, ajo Prishtina këtu afër të mos na ndëgjoj, nuk besoj që ka ndodhur kjo. Unë besoj që janë në dieni,
Po normalisht tash I kanë edhe ata ndoshta ato arsyet e veta, për mu për veten, më vjen pak keq që po vin kryeministri I Kosovës dyer në Shkup edhe nuk na ndan kohë edhe për ne studentët, por gjithsesi shpresoj që ta ndryshoj këtë qasje që e ka patur dhe të jenë të paktën Kosova dhe Shqipëria të unifikuar, edhe që të nxisin që edhe faktori politik këtu në Maqedoninë e Veriut të bashkohet dhe ta mbështes këtë moment historik, derisa gjua shqipe të zbatohet ashtu si ka hi. Mevlan, çka nëse edhe pas të hënës vazhdon një qasje e tillë nga institucionet e Maqedonisë së Veriut? Fiks, momentalisht jemi fokusuar në protestën e dytë, të dele kjo sa më mirë, sa më demokratike, paqësore, evropiane. Për hapat e radhës I kemi ca ide, po normalisht nuk dalim me ata më njëherë të tregojmë, se lëm pak surprizë edhe institucioneve këtu, por gjithsesi unë besoj që edhe gjatë verës, edhe gjatë kohëve tjera do vazhdojmë. Ne të paktën ne të rinj këtu nuk jemi lodhur edhe nuk besoj që edhe gjeneratat edhe brezat tjerë kur do na shohin të hënën aty edhe ato do na bashkojnë ditën edhe në protestat e ardhshme. Mirë, për fund jo nga rëndësia, pse ditën e hënë, pse jo në vikend, ndoshta vikendi do të kishte më shumë persona, po e them kështu, nuk I di, s'kam qenë organizator asnjëherë I protestave, por pse dita e hënë? Realisht ne menduam që për studentët ndoshta do jetë më lehtë, se ka universitetet kryesisht janë të vendosura në Shkup dhe në Tetov dhe shumica e studentëve për shembull të Strugës, Kërçovës, Dibrës, Kumanovës udhtojnë gjatë vikendeve dhe janë në shtëpitë e tyre. Dhe kështu menduam që ditën e hënë të paktën do jenë në Tetov, do jenë në Shkup edhe do jetë më lehtë mobilizimi. Dhe na shtresa kryesore janë studentët dhe ata duam t'u lehtësojmë sa më shumë që të vinë në protestë. Do shta ardhshmja do të jetë gjatë vikendit, nuk I dihet, por atëherë ju presim edhe juve nga Prishtina që të vini. S'do keni arsyetim atëherë. Po, Mevlan Ademi, faleminderit shumë për inkuadrimin dhe për detajet e protestës në radhë që do të bëhet këtë të hënë. Faleminderit shumë edhe juve edhe një herë për ftesën. Unë do desha edhe një herë shkurt ta shfrytëzoj rastin, të rast edhe një herë të gjithë shoqërinë nga Kosova të vinë të na përkrajnë në këtë moment historik të hënë. Faleminderit shumë, shëndet. Faleminderit gjithashtu. Mirat të